Gjithashtu Ibn Qayyim thot, çka që i tetë dhe shumë i rëndësishëm, i cili thot në librat e tij se kanë vërtetu edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Dhe kjo është e provume edhe provohet do ta shifsh as sadakaja dhe mirësia ndaj njerëzve i largon të lashat problemet. Sadakaja dhe mirësia, thot për sana'il ma'ruf taqi masari as-su. Mirësi që ja ban të qerve të ruajnë pi të lashëve. Wa sadaqatu sirr yutfi ghadabu ar-rabb. Dhe sadakaja mshet që jep e shuan hidhrimin Allahu, zemrimin Allahu. Pra transmeton Imam Ahmedi musnedin e tij, dhe për këtë ditë kanë bisedu dietarë se sa është i vërtet, megjithatë për ibret, përmendin kanë thonë se Allahu Azza wa Jall kur e ka kriju tokën, toka ka fillu telekundët. Keni pa ku dridhet toka? Toka dridh. Dhe melekat e kanë shiqyr tokën, pastaj Allahu i ka kriju kodrat, i ka vendosur dhe toka ka qetësu. Dhe melekët janë abit dhe ka thonë, ja Rab, a ka diçka më të madhërishme, më të fuqishme se kodrat? I ka ngullë Allahu kodrat në tokë, toka është qetësu. Ka thonë po. Ma e të madhërishme dhe ma e fuqishme është hekuri. Hekrin Allahu ka zdi për qilë. Ka thonë, a ka diçka më të fuqishme se hekri? Ka thonë, zjarëmi. Hekrin e qëtë zjarëmi shkrinjët. A ka diçka më të fuqishme se zjarëmi? Ka thonë, po uji. Ja qëtë zjarëmi e shimë. A ka diçka më të fuqishme se sa uji? Ka thonë ernat. E ki pa valet e detet që i përplasin. Ka thonë po më të fuqishme se sa ernat. Ka thonë dora e besimtarit bujar, që jep dora gjatë që nuk e din dora e majt. Jepni prej asaj që Allahu ju ka dhonë. Sadakaja tregon një grua e cila akon e sprovum disa vite prej magjisë. Dhe kishte ndëgju një hadith që ka dilem, edhe rreth ka hadith Sheikh Albani e konsideron për hadithet mirë, thot shëroni të sëmurët juaj me sadaka. Shëroni të sëmurët tuaj me sadaka. Ndëgjon këtë hadith dhe merr gjerdonin e saj që e ka pasur apo zbukurimin e saj e çon te artari me shit. Që me dhon sadaka. Kur shkon te artari, thot artari duhet me hekën këto gurt. Ka thonë pse me hek gurt? Ka thonë se gurt nuk i paguajmë, ne e paguajmë vetëm se anin e pastër, në rregull. Kur e hekën gurin, del magjia. Allah pa e dhon, e bën një jetë me dhon shëron, pas muje disa vite. Sadakaja është mrekulli shërim për të sëmuarit. Për ata, ai që s'ka sadaka me dhon, nuk do të me thonë, që veç me dhon pare dhe lek që i kuptojmë ne. Ka thonë pejgamberi Allahu, sadaka është me ju buzëqesh një muslimonit, pse më rolësh? Mrollën me ata. Smet për para kujt, para as kujt duke u buzëqesh. Para ta buzëqesh ndaj muslimonit në sadaka. Me fol një fjalë të mirë në sadaka. Tha ja Rasulullah, nëse njoni s'ka me dhon, çish ka të boje këtë rast? Ka thonë pejgamberi Allah, let punon, let fiton, let jep. Ka thonë po nëse është pritafsh nuk punon. Priton me punuan me fitu. Ka thonë i ndihmon, ja ngren dikujt dëni bar, i ndihmojnë një plakit. Ja ngren ata barën që s'mund me barë. Janë gjetë dorën ati që cilin ka nevoj për diçka. Po tha nëse edhe këta se banë, tha e fol një të mirë, a mune me fol. Tha po nëse priton me fol mirë, tha atëre mos bohe për e keq sadaka për vetën e vetë s'ka ma të mirë. Pare shuj mos na pengo. Po si pengo musliman në rrugën e davetit të tëre, kjo është sadaka që i jep ti vetës tone. Për atë sadakaja është mrekulli që shëron vëllezër të ndërsh. Dhe e kanë provu dhe e kemi provu. Dhe unë kam tregu më shumë se një rast kam, mirë po njënim telefonoj për Gjermani e më tham, hoxha Feni, tha çka thu ti? Tha se për çka se këtu mjek babën, tha e kam të smur të shtrim spital. Në aparatet dhe mjek thojnë me në shkruajtën, me ek aparatet, nëse ek me aparatet vdes, pa ka vdekje klinike. Na edhe vdekje klinike, aparatet vdekje të ral. Çka thu? Tha valla ka thonë pejgamberi Allahut me një hadith që Sheikh Albani e konsideron hadithin e mirë, jep sadaka. Pasha Allahun që është një pas 3 mujve me këtë njeri kam nejt, kam bo muhabet, sikur mus me pas kur gjo. Kja është e provum. Të thot Ibn Qayyim, këta e pohojnë dhe jo musliman. Këta e pohojnë, kja është ilaç. Mirë po sadakan kur ta nxjerrsh e para. Jep e pi halalit.
Allah mi kanë thonë të rishvet, ashtu më kanë darë pa mu ta jep. S'pranohet Allah. In Allah tayyibun la yaqbalu tayyib. Allah azza wa jalla është i pastër dhe nuk e pranon vetëm pi pas. Kjo është e para. Të jepsh e dita, të jepsh vetëm për Allah. Për çkak e jep me nijet, me qëllim për ta shëruar sëmundin. Njëri thotë po unë jam mitu, thotë. Ja unë ka të shkoj jap. Ki thon, në rregull. Tash po tan diçka tjetër. Jep me këtë nijet. Ka thon innal a'malu bin niyat, se vepra janë sipas niyet. Tash jep e nijet për nijet më shëru bashkërtë jote, më shëru fëmia jot, më shëru ti. Jep me nijet për më shëru. Treta mos e jep ta provoj. Kush i jep ti me provu se ti ndan. Po me binshmëri se Allahu Azza wa Jall e pranon sadakan dhe e bën shkak për shërim. Njerëz pe kancerit janë shëruar me sadaka. Njerëz pe kancerit janë shëruar me sadaka. Ilaçin e kin xhapin tan, ilaçin e kin shtëpin tan, ilaçin e kin narkën ton. Pa njëri tha shkova e bona analizat, edhe ajo gjallë në shqiptar. Ta shkova e bona analizat, diçka si shta mirë, edhe diagnoze e dini perëndim që thojnë gjapin më nërë nga i ratë, thojnë kancerin e kenë tratë në fazë, shkone një 2-3 muj si je mo. Kipi si zben një map. Mas një 2-3 mujve nuk i je mo. Edhe tha, kupton kejt, atëre mas i s'kanshtë, mas 2-3 mujve shkam duhet kjo, kam fillu të me shpërnda, ku kam gjetë dhe ku kam ni. Që ka nevojtar, që ka njerëz zorli, që ka nevoj, e kam shpërnda. Kur shkoj me po analizë që ka dore thotë se kena dallashit diçka. Jo s'ke dallashit, asgjë. Mo ai që i ndryshon rezultatet e shnetit tan, ai që kujdeset për shnetin tan, është Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, gjithashtu ne për të shëruar, ne duhet që të realizojmë besimin, ta kalitmi besimin në zemrët tona. Si ta kalitmi besimin në zemrët tona? Ka thonë Ibn Qayyim, ka thonë tauhidi, njëshmëria në Allahun, besimin Allahun Azza wa Jall është kalaja e besimtarit, që në ta nuk pushojnë vetëm njerëz e sigurt. Besimi, kalaja e besimtarit, fortifikata e muslimanit nuk hin në këtë kala dhe në këtë fortifikat vetëm se janë të sigurt. Parat Ibrahimi a.s. në këtë fortifikat u pat strehu. Kur i tha baba vetë, ka po shkon, ka po jam si në tashtë. Me dalë për shpije, për ndryshe ka me të gorzu. Shka tha Ibrahimi a.s. Ati dhe të njajshmi me ato ju përgjith dhe tha, elledhi khalakani fe hu e di. Ai që më ka kriju, ai mi qele dhe rrugë.